Në kuadër të konkursit kombëtar Gjenerata e Inovacionit organizuar nga Agjencia e Inovacionit dhe Ekselencës, nxënësit e Shkollës Profesionale Teknike në Korçë prezantuan projektin e tyre Sinteza, një ide që synon prodhimin e energjisë përmes paneleve fotovoltaike të vendosura në godinën e shkollës. Pjesëmarrja në këtë konkurs ishte një përvojë e veçantë, sepse u dha mundësinë detyrimve të prezantojnë idetë e tyre. Ne dëshironim që të implementonim në shkollën tonë panele diellore, të cilat do të na mundsonin prodhimin e energjisë elektrike. Konkursi shkoi shumë mirë, prezantimi doli jashtëmase bukur. Në konkurs merrnin pjesë 11 ekipe, nga të cilët u përzgjedhën 3 fitues. Ndihemi të kënaqur që arritëm të merrnim pjesë në këtë konkurs dhe presim që më vonë të marrim financim që ta realizojmë idenë që kishim. Ideja për këtë projekt lindi nga nevoja për të ulur kostot e energjisë në shkollë dhe për të kontribuar në mbrojtjen e mjedisit. Duke parë edhe vetë nevojat e shkollës, duke parë që kishim një sistem jo shumë të qëndrueshëm të energjisë, kostot e larta të energjisë që rëndonin mbi buxhetin e shkollës çdo fundi vjetor dhe mungesa e monitorimit të konsumit në kohë reale e shumë të tjera si këto, na bën që të mendonim për projektin që e quajtëm Sinteza. Nuk u zgjodhëm fitues, por presim që të bëhet rikonstruksioni i shkollës dhe pse jo, të futet edhe ky projekt në këtë rikonstruksion. Kështu që mund të vinë në jetë dhe ideja që ne propozuam. Edhe pse nuk u renditën në mesin e fituesve, nxënësit shpresojnë që projekti të marrë mbështetje dhe të vihet në zbatim duke sjellë përfitime konkrete dhe një hap drejt një të ardhmeje më të gjelbër për shkollën e tyre.